Bashkimi Evropian është kundër nesh, kundër shqiptarëve dhe albinit. Pse Bashkimi Evropian nuk e kundër partive politike që kishin para Albin Kurtit. Ne shqiptarë që sot gjën gjallë, janë bashkëpunëtor numër 1 në LDK, PDK, AK që kanë qenë bashkëpunëtor të Oliver Ivanovićit, japën informata Beogradin me Moskvën, Brukselin, Tiranën edhe Prishtinën, që na i ndihmojmë me ushtojmë luftarët e lirisë, ata që na kanë shliru i qojmë në Hagë. Unë vetë kom mësuar nga drejtësia, se që t'jesh me Zotin e me poplin, po të kaj kenona. Si qeveri ka gabime, se këta janë herën e parë që kanë ardhur. Edhe nga ana tjetër, nuk i ka pasur njerëzit e duhur, se duke marrë në çështjen se ekonomia është mbi të gjitha. Mirëpo, unë jam në rrjedha të çështjes që vetë amerikanët na ndihmuan për me largu anëmikun nga këto treva që unë dhe ju jemi të bisedu, se nuk ishë mujtë të bisedojnë. Edhe jemi të lirë. Edhe jemi të lirë. Në mujnë e kaluar, njëjtit amerikanë kanë ardhur dhe thonë se ne Kosovën duhet të bëjmë një ndër shtetet më të zhvillura në Ballkan edhe Evropë. Qeveri që janë në pushtet janë të kundërshtu. Vlerat, kapitale, edhe po mundohen që bomba atomike mos të bjenë në Kosovë, po të bjenë ata që ku e meritojnë. Mos dëgjimi dhe përkraja e Amerikanëve për çështje ekonomike është një katastrofë e cila do të katandisë jo vetëm Kosovën, por tërë Ballkanin. Prandaj kjo është shumë e rrezikshme. A mendon ti se pak na ka ftuar me Bashkimin Evropian Albin Kurti? Bashkimi Evropian është kundër shqiptarëve dhe albinit. Pse Bashkimi Evropian nuk e kundër partive politike që kishin para Albin Kurtit. A i kena pas raportet më të mira para se me him për shtet Albin Kurti, apo nisë më ftof pak po me Amerikën edhe me Bashkimin Evropian? Bashkimi Evropian janë të najbo që të gjeza, pikrisht Moskva, Brukseli dhe Beogradi me Tiranën. Nuk di ku jeni ju të jetu. Bëhen bashkë kundër popullit të Kosovës. Kushdo që të vjen në pozitën e tani ishme njëtit politik do t'jenë kundër shqiptarëve. Shqiptarëve vetëm historinë. Po na qujnë Kosovë, e kjo nuk e ka emnin në Kosovë, po e ka emnin në Dardani. Në çështjen e Dardanis, presidenti Rugova e ka vetë flamur në vetë dhe unë kam qenë edhe si indjekun politik edhe kam qendru 5 vite jashtë. Kam qenë në tribunal të Hagës, kam ngritur kallëzime penale. Po ku janë kjo Kosovë, ne më qeveri që kemi ba, po qeveria ka hesht atëherë edhe po hesht edhe tani. Nuk ka gjithë të krime që në bërë, vend që të njëqet krimi me shqiptarë që sot gjën gjallë, janë bashkëpunëtor numër 1 në LDK, PDK, AK që kanë qenë bashkëpunëtor të Oliver Ivanovićit, japën informata Beogradin me Moskvën, Brukselin, Tiranën edhe Prishtinën, që na i ndihmojmë me ushtojmë luftarët e lirisë, ata që na kanë shliru i qojmë në Hagë. E tash, janë duke shkuar në atë që vlerat e popullit të zhdukun me institucionet të drejtësisë. Vetë Vučić thotë, çfarë shteti jenë, ku ne mos e kthejmë primatin që ka pas Serbia ndaj Ballkanit. Andaj ne në këtë rast me këta politiçarë që kemi tani, janë me Beogradin e janë nuk janë me popullin. Të duhet ta themi hapta që se populli vetëm merr këto informacione të cilat janë të i dhënë për media dhe qytetarët e lirë, atë përthejnë jashtëzakonisht bukur. Në gjuhën e popullit, që të merr vesh çdo kush. Andaj, pa drejtësi nuk mund të shkuar përpara. Çka mendojnë këta që pengritin në momentin e duhur, në momentin e fundit një kallëzim penal ndaj Albinit. Nëse ka pa vepër penale, dhe të përgjigjet. Po janë krejt këto shkamca politike të cilat e shfrytëzojnë momentin për me ardhur degradimin e të rinia.
Ne në këtë moshë nuk mundemi të ballafaqohemi edhe në tarmën kundër një agresori që po na ndodh për çdo ditë. Ai paralajmëron. Uno? Po në fund të vunë populli. Po populli ka me vujtë se këta politiçarë, këta hajna, këta nuk e vujnë. A vujti Milošević edhe partia tina nuk vujti. Vujti populli. Unë kam shok serb edhe në që kanë jetu në Kosovë. Na kemi jetu dhe bashkë jetu me ta. Sot ata të cilët janë edhe në për institucione, ata nuk guxojnë të flasin lirshëm se çfarë krimesh janë të i bë populli vetë ndaj serbëve të këtu, vetëm për çështje politike. Andaj Vučići çdo gjë ka me bë vetëm me arrit qëllimet e veta. Kjo është e tmerrshme. Këto çështje ne duhet të ruajmë pozicionet që kena, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por jo me të gjitha partitë, edhe ato që janë, sepse janë shumë të rrezikshme. Në rastisht janë në vitin 2020, ku një shqiptar amerikan në një moment tha se për të shpëtua ta njerëz nga tribunali Hagës, janë në gjendje të shesin nënën e vetë. Besoni që kur qohëm nga gjumi e ndi këto fjallë, atë njëri kanë bra. Nuk është në këtë tjerë. Por, kur kam dëgju në fjallën e ti, thësha nuk qenë kanë këto të vërteta. Mirë po, këto i përjetova dhe vetë. Dhe vërtet ndodhi ajo. Andaj, edhe kam paralajmu si shok, se i njoftë të gjithë. Situata është e tillë që veprojnë në këtë mënyrë se ditët nuk janë në favorin tonë. Po mirërisht, si çdo lëvizje kombëtare, njerëzit nuk e kanë guximin e thonë atë realitetin, edhe po na sillet kjo situatë që është shumë e tmerrshme, që kemi çdo vlerë që kemi pas, sidomos pas luftës. Ka ra çështja e arsimimit që është arma kryesore në kombi. Ju lutem, unë njoh njerëz që nuk e kanë kryer shkollën fillore, unë bëj doktor shkencave. Babën tim në alet gjallë i kanë 94 vite. Ai ka pësu vetëm se ka qenë pishtari arsimit të 1991, ka mbrojt vlerat kombëtare edhe në mundu me burgos. Mirë po, kanë pas tentativa, mirë po populli ka qenë me arsimin. Arsimimi dhe shkollimi është duhet të jetë nivelin më të lartë, që ne mos e pësojmë po. E kjo është arma kryesore ndaj armikut. Që në kohën e okupimit Osman, gjitha shkolla shqipe ku kanë qenë Osmanët kanë qenë të ndaluara. Dhe kanë mësu shumë anë, nëse u gjetë një abetar ose një shkruan e gjuhës shqipe. Të kombeve tjera gjitha i kanë favorizu. Pse? Të shkojmë në çështjen e territorëve që ka pas. Populli shqiptar përfshin Ballkanin në tërësi, që nga tokat shqiptare janë kriju 7 shtete. Edhe tash kanë marrë primatin edhe nga Evropa, duke financu Greqinë, që me eliminu çamët shqiptarët në Greqi dhe në Kosovë shqiptarët, të cilat janë vendet ku jetojnë dhe banojnë edhe sot. Andaj këto janë çështje të cilat vërtet janë shumë të rënda e të cilat po na paraqiten edhe tani. Kush friksohet nga drejtësia? Vetëm kriminalët. Ne nuk kemi që atë friksohemi. Populli duhet japim të drejtën që të zgjedhë ata ku dëshiron. E jo të ndihmojnë krimit mes institucioneve, sepse vetë drejtësia dhe në kohën e okupimit, edhe pas luftës, unë vetë kom mësuar nga drejtësia. Se si t'jesh me Zotin e me popullin, po të kaj kenona. Po apet ma mirë më ka ra, sepse e drejta nuk do të pa e do të fiton. Po njerëzit për fat keq pësojnë, edhe tani ju po sheshni si një gjenerat e re që
gjenerata juaj mendjes po pret edhe po ikën jashtë. Sidomos kuadrat më vitale të shtetit tonë. Mjekësia, juristët të ri, politiqarët e ri, i marrin ose inxhinierët e ri. Në kam çështje që me çështjen e ndërhyrjes së Serbisë me telekomunikacion. Të marrin brumin e gatshëm. Po të lutem, jo brumin e bashkë, po të marrin, si të quaj këtë inteligjentën, trunin më të mirë të kombit shqiptar. Andaj, kam pas disa inxhinier në çështje të procedurës që janë mirë. Nuk kanë mujt me helikopter më shku në visës ku i kanë vendosë Serbia, antenat e tyre, për me pas përgjimet elektronike në çdo institucion të Republikës së Kosovës. Ai inxhinier ka hyp në piket më të larta. Edhe kur ka thirrë shokët e vetë se unë nuk jam në zyre, por jam të kry detyrën në emër të popullit, i ka shkput të gjitha lidhjet në Republikën e Kosovës. Atë njeri shqiptarët e ka lidhë, sepse ai ka dashur që përgjimet të bëhen direkt edhe informatat të jepet nga qendrat e Republikës Kosovës, e jo që ato të shkojnë në Beograd e të kthehen në Kosovë. Njerëzit e tillë i kanë largu nga puna, jo serbët, por shqiptarët, sepse ai ka pas rrogën dikun ka 250 euro, kurse udhëheqësit e Barçit, të cilët i kanë ndihmuar Serbisë në çështjen e valve, të cilat kanë përçuar çdo gjë në Kosovë, i kanë pasur nga 10.000 euro në zgjeruaritë e tyre. Andaj shiqo posën kopi. Qendrat më vitale të ekonomisë kosovare janë duke u zhdukur. Shiqo ato objektet më me rëndësi që kanë qenë, i kanë shit mes AKP-s. E tash në kuadrin e AKP-s, ti dhe unë nuk kemi hyjë të marrim ato, po kanë hyjë pikërisht që ta që janë në pushtet. Edhe sot që dalin edhe kërkojnë votën e popullit, pa imta numrat. Ata duhet të shkojnë para gjyqësorit, para popullit, e popullit le t'i dënojnë. Andaj, edhe këto institucionet e cilët nuk po vinë me çështjen e zgjedhjeve të cilat i kërko populli. Po këto vinë nga vetë fushata politike, që ami kokrat edhe unë të jap pozicionin. Shiqo çështjen e luftarëve. Vend që një luftar i vërtet e ketë rrogën 3.000 euro. Këto pikë shpërdorin këtu. Po të lutem, kush i ka pikërisht ata që të cilët po thirrën në emër të luftës, luftarët i kanë regjistrat e vërtet, edhe ata duhet të ketë rrogën 3.000 euro. Jo të kenë limos. Që ende e vujnë. Po e vujnë sepse i kanë do mundin, shpirtin, familjen që ka dhënë. Vend që ata të japin një dinitoze në rrogën në vlerat që ka dhënë gjatë luftës, të ketë rrogën 3.000 euro, të marrin familjen një dinitoze, ata ende nuk kanë streh ku duhet të jetojnë. Andaj kjo është shumë e tmeshme. Po jo dhënshme, po kjo është mëkat. Se ata të cilët i kanë blekta me vota, i në botë 60.000 ushtarë. Po të kishin qenë 60.000 ushtarë, do të ishëm deri të nishi, ku i kemi... Dete Molla Kuqe si sot populli. Por këta për interesat e veta i kanë be votat, duke fundin që është dashur të ndahet për luftarët e vërtet, ose kanë zhduk, jenë vranë front nga armiku, ose këta i kanë eliminu në kohën e paqes. Kjo është e tmeshme. Andaj unë kam përjetu këto gjëra edhe në sistemin e kaluar, edhe në sistemin e UNMIK-ut, edhe të Euleksit, edhe këtu në hajnave, që vërtet është diçka shumë e tmeshme. Ndërun, faleminderit shumë.